Nëse vuani nga diabeti, janë 9 ushqimet që duhet të hani për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Të gjesh kombinime të duhura ushqimore me qëllim që të mbash nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak është shumë e vështirë. Prandaj çdo frut ose perim që konsumoni duhet të jetë i duhuri në dietën tuaj, në mënyrë që të merrni ndikimet e tyre pozitive në balancimin e komplikacioneve të luhatjeve të sheqerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë listë do të rendisim ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj sipas Healthline, që mund të ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin e këtyre komplikacioneve dhe të rrisin përfitimet në shëndet. Këto janë ushqimet të cilat duhet i keni pjesë të dietës suaj për të balancuar nivelet e sheqerit në gjak. Peshku. Peshku është një nga ato produkte të shëndetshme, i cili mund të ofrojë shumë përfitime. Shtoni salmonin, sardelet, açuget, të cilat janë në burime të rëndësishme të yndyrnave omega-3 dhe acideve DHA dhe EPA që ndihmojnë për shëndetin më të mirë të zemrës. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet të konsumojnë këto produkte siç janë peshqit, pasi janë të predispozuar që të preken edhe nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qeliza dhe reduktojnë gjithashtu edhe inflamacionet në organizëm. Ekspertët rekomandojnë se këto produkte reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë gjithashtu edhe qarkullimin e gjakut në trup. Ushqimet e gjelbra janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat që kanë luhatje të pakontrolluara të sheqerit në trup. Perime të tilla siç janë për shembull spinaqi, lëmpjetat, sallatat janë plot me vlera por me pak kalori, duke qenë se ato treten në mënyrë të shpejtë. Ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasura me vitamina C, që luajnë një rol të rëndësishëm në menaxhimet më të mira të luhatjeve të sheqerit në gjak dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kanella. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj gjithashtu është edhe kanella. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët të mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta kanë vërtetuar se kanella mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe të përmirësojë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Ekspertët vunën në dukje se kanella arrin të ulën nivelin e kolesterolit dhe nivelin e triglicerideve. Vezët gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Vezët janë ndër produktet më të rëndësishme ushqyese për vlerat shëndetësore që bartin. Përveç se ju mbajnë të ngopur për më gjatë, ato, nëse konsumohen rregullisht, gjithashtu mund të mirëmbajnë nivelet e sheqerit në trup dhe të balancojnë gjithashtu organizmin tuaj. Këto produkte janë fantastike për prodhimin më të mirë të insulinës dhe menaxhimin e komplikacioneve që i kanosin vazhdimisht shëndetit tuaj. Kosi është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqimor që mund të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e komplikacioneve që shkaktojnë gjithashtu edhe luhatje të theksuara në trup. Kosi është një nga produktet më të rëndësishme të bulmetit për personat që vuajnë nga diabeti. Të dhënat kanë treguar se konsumi i rregullt i kosit ekuilibron nivelet e sheqerit në gjak dhe parandalon gjithashtu sulmet e papritura në zemër falë probiotikëve që ai përmban. Personat që vuajnë nga diabeti tipi 2, kosi ndihmon shumë gjithashtu edhe në rënien e kilogramëve të tepërt dhe përmirësimin e peshës tuaj trupore. Shtrimi i kosit natyral në dietën tuaj do të përkthehet në një element më të mirë mbrojtës në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Arrorët gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit. Arrorët janë të shijshëm, të pasur me vlera të rëndësishme për organizmin në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit tuaj, duke vënë në duke gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të diabetit të tipi 2. Te personat me diabetin e tipi 2, të gjitha llojet e arrorëve janë të mirë pasi do të shtojnë fiber të tretshme në sistemin tuaj. Konsumi rutinor i tij mund të ndihmojë në reduktimin e inflamacioneve dhe uljen e niveleve të sheqerit në trup.
Brokoli është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të luajë një rol parandalues kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trupin tuaj. Ai është i famshëm për vlerat e tij shëndetësore. Studime të ndryshme kanë pohuar se brokoli do të ndihmojë në uljen e niveleve të insulinës në gjak dhe do të mirëmbajë gjithashtu nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Ai mund të mbajë larg problemet të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë negativisht në metabolizmin tuaj. Vaj i ullirit është një përzgjedhje mirëushqyese fantastike për personat që kanë luhatje të theksuara të sheqerit në gjak. Vaj i ullirit ndryshe mund të quhet edhe balsami i zemrës. Ai përmban gjithashtu acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë edhe në prodhimin e substancave HDL, që janë të para gjithashtu edhe si një ndihmë mjaft e mirëushqyese kundër komplikacioneve të diabetit. Gjithashtu, ushtimi i vajit të ullirit në menun tuaj ditore mund të riekuilibrojë nivelet e qarkullimit të gjakut, duke ofruar një zemër më të shëndetshme dhe më pak komplikacione të organizmit tuaj. Drithrat e plota ose buka e elbit duhet të shtohet në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të rëndësishme ushqyese që ato ofrojnë në dobi të shëndetit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose prej drithit të plot të bluar në gur ka nivele të ulta të glicemisë. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me fibra, që ngadalësojnë edhe stabilizojnë nivelet e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi dhe mollët janë të mira për shëndetin tuaj. Shumica e frutave ka nivele të ulta të glicemisë, sepse janë të pasur me ujë gjithashtu edhe me fibër, por niveli i glicemisë së tyre mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele më të larta të glicemisë sesa shtrydhja e tyre. Ekspertët rekomandojnë këto produkte fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Patatet e ëmbla gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirëushqyese në rastin tuaj specifik. Patatet e ëmbla kanë nivele të larta glicemie, ndërsa ato janë një zgjidhje shumë e mirëushqyese për personat që kanë luhatje të papritura të sheqerit në gjak. Kosi i përgatitur vetë në kushte shtëpie është një aleat i mirë i shëndetit tuaj. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit i cili do të ulë riskun e shfaqjes së diabetit të tipit 2. Kosi bërë në shtëpi ka një nivel më të ulët të glicemisë dhe mbi të gjitha gjithashtu është i mirë edhe për shëndetin dhe organizmin tuaj tretës. Shtimi i tij në mënyrë të kontrolluar në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv menaxhues kundër problemeve të diabetit të tipit 2. Tërshëra gjithashtu është një përzgjedhje mjaft e mirëushqyese në rastin tuaj. Tërshëra përmban beta-glukane dhe ajo mund të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe të ndihmojë të mbani nën kontroll problemet e sheqerit në gjak dhe të përmirësoni kështu organizmin tuaj. Shumica e frutave arrore janë një përzgjedhje fantastike në dobi të shëndetit dhe të lehtësojnë mbi të gjitha komplikacionet e tij. Arrorët janë të pasur me nivele të mira të fibrave dhe gjithashtu ulin nivelin e glicemisë prej nën 55. Ato janë një përzgjedhje shumë e mirëushqyese në rastin tuaj specifik. Vitaminat, mineralet dhe magnezi që gjenden te arrorët do të luajnë përfitime të mëdha në shëndetin tuaj. Arrorët duhet të konsumohen në varietetin e papërpunuar të tyre, pa i shtuar kripra ose sheqerna të ndryshme. Kështu vlerat që do të keni në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak do të jenë të menjëhershme edhe të fuqishme. Ekspertët shtojnë gjithashtu se hudhra është një përzgjedhje fantastike që mund t'i japë shumë rëndësi edhe menaxhimit të komplikacioneve të diabetit të tipit 2. Hudhra ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet si ashtu e freskët ose edhe përpunuar, dhe vlerat që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në menaxhimin e shëndetit tuaj dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke ndjekur një regjim të mirëushqyes do ta keni më të lehtë të menaxhoni luhatjet e sheqerit në trup. Por mos nguroni të konsultoheni me mjekun dhe të merrni gjithashtu medikamentet që ai ju ka përshkruar. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.